Shumica nuk e din që ky çaj është një mrekulli për zemrën. Ul presionin e lartë të gjakut në sekonda, relakson enët e gjakut dhe mbron nga problemet të ndryshme. Nëse keni presion të lartë të gjakut dhe matni atë pas një vakti, dijeni se ekziston një ilaç i lirë që ju ndihmon në uljen e tij. Është kudo dhe i shijshëm dhe shumë nuk e pinë sepse gabimisht mendojnë se do të rrisë presionin e gjakut. Është çaji i zi i cili përdoret në mbar botën si një pije për të zgjuar në mëngjes ose pas vaktit. Duke qenë se përmban kafeinë, shumë njerëz mendojnë se është një zëvendësues i plot i kafes, ndaj mund të hezitoni ta pini duke menduar se do të rrisë presionin. Por një studim i publikuar në revistën Nutrients tregoi se konsumi i çajit të zi 2 herë në ditë ul me sukses presionin e gjakut. Morën pjesë personat me hipertension të cilët pinë një filxhan çaji të zi 2 herë në ditë dhe u mat presioni i gjakut para konsumimit. Grupi që pinte çaj të zi pati një përmirësim më të mirë të niveleve të tensionit të tyre.